Rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrjetit të kullimit është kthyer në një ndër prioritetet kryesore për parandalimin e përmbytjeve në zonën e Nën Shkodrës. Aktualisht nga strukturat e bashkisë me mbështetjen e bordit të kullimit, po punohet për pastrimin e një prej kanaleve kryesore kulluese të zonës. Është drejt përfundimit ndërhyrja për pastrimin e kanalit kryesor kullues, i cili i shërben njësisë administrative të Bordicës dhe asaj të Dajçit në zonën e Nën Shkodrës. Thua është një ndërhyrje shumë e rëndësishme në një ndër skemat më kryesore të fushës Nën Shkodrës. Është kanali 5, i cili ka një gjatësi diku në 9700 metër linear, paralel me kanalin 5, ne po punojmë edhe në kanalet e dyta dhe të treta. Evadimi shpejt i ujërave të ujërave të shiut, ashtu edhe të përmbytjeve që vinë shpesh në këtë zonë, bëjnë të mund në largimin e shpejt të rreshjeve dhe ka një ndihmë të jashtëzakonisht të madh, pasi siguron edhe mbjedhjet e hershme të pranverës, duke arritur edhe cilësinë dhe rendimentin e prodhimit. Banorët e zonës e vlerësojnë punën që po bëhet për sistemin kullues, ndërsa theksojnë se po aq e rëndësishme është edhe rehabilitimi i rrjetit Vaditës, si dhe ndërgjegjësimi i komunitetit për mirëmbajtjen e kanaleve dhe shmangjen e ndotjes apo bllokimit të tyre. Ka disa vite që nuk janë pastruar, dhe si pasojë mas pastrimit të në kanale, gjatë dhetorin e në përmyt. 5 banese janë përmyt këtu. E ke saksoj punën e vetë sepse hedh me donina, nuk pastrojmë kanalet. Vetëm në njësinë administrative të Bordicës, gjatë 2 viteve të fundit, është ndërhyrë për pastrimin e mbi 25.000 metrave linear kanale kulluese. Një investim që synon përmirësimin e menaxhimit të ujrave, si dhe krijimin e kushteve më të mira për zhvillimin e bujqësisë në këtë zonë.